Me thonë përgjigja janë. Sa i përket numrave, ju e dini që zgjedhjet nacionale 2021 kanë qenë pastaj zgjedhjet lokale. Dhe ma nuk ka pas zgjedhje nacionale deri në një koalicion, për cilën ne jemi konë shumë vetë kritik edhe autokritik për shkak se nuk na ka funksionu dhe nuk ka dalë rezultati cilën e kemi prit. Tashti, unë mendoj që krijimi i listës, fuqizimi i listës me personalitete dhe autoritete, është obligim i subjektit politik që do me arrit qatë target për cilën e synon. Edhe unë mendoj që kjo është përgjegjësia një subjekti politik me kriju hapësinë për kuadër të reja, për njerëz të ri, për njerëz përvoja të ndryshme, për profile që shtrihen në tërë territorin e Kosovës dhe që gjojnë hapësirën në aleancë. Kjo është po ashtu përgjegjësia një subjekti politik. Nuk kemi përgjegjësi tjetër. Pastaj është hartimi i programit që ato më shumë e hartojnë ekspertë të fushave të caktuar. Por unë jam i bindur dhe besoj që edhe në prognoza edhe në të kalumen kam qenë edhe kur e kem pas gjendjen kest paktën unë në kushte private ju kam thonë që ku do t'jemi edhe më konë bukur i sakt, po ashtu edhe kur jepi notat mira, po ashtu kemi dalë në përqinje të sakta ku kam thonë unë. Sa i përket rezultatit zgjedhjeve të kalume me zgjedhje lokale dhe zgjedhjeve nacionale. Para 4 vjetë lokale, kur tha që jeni dëmtu, jemi të qartë, do me thonë, absolut në numër të votave, ne kemi 87.800 vota partijake, i kemi rreth 100 pa një asamblejës në nivel Kosovë, që nuk është pak, e që i bjen që jemi të shtrim në tërë teritorin e Kosovës, kjo është një arritur e jashtëzakonshme aleancës, në të gjitha nivellet u kanë merit pa përjashtim, kemi fituar në të gjitha komunat